Në qytetin e Gjakovës tashmë është bërë një dukuri e përditshme parkimi i veturave në vende të palejuara, e sidomos në trotuare të destinuara për këmbësor. Në imazhet e realizuara nga mediumi Ynë nga disa rrugë të qytetit vërehet qartë një kaos i vërtet, ku automjetet janë të parkuara pa kriter, duke bllokuar hapësirat e dedikuara për këmbësor dhe duke krijuar pengesa të vazhdueshme në qarkullim. Qytetarët e cilët pranuan të flasin vetëm prapa kamerës shprehen të shqetësuar për situatën, duke thënë se trotuaret janë shndruar në parkingje improvizuese, gjë që pamundëson atyre të lëvizin lirshëm. Ata shtojnë se shpesh detyrohen të zbresin në rrugë për të vazhduar ecjen, duke u përballur me rrezik të madh, pasi automjetet lëvizin shumë afër tyre. Kjo situatë problematike vërehet pothuajse në shumë zona të Gjakovës, duke u shndruar në një shqetësim të përgjithshëm qytetar që kërkon zgjidhje urgjente. Mirë po edhe përkundër ndërshkimeve të vazhdueshme nga ana e zyrtarëve policor për kundërvajtje, nga sesit e pakujdesshëm vazhdojnë të bëjnë gabimin e njëjtë, duke rrezikuar edhe jetën e këmbësorëve e posaçërisht të fëmijëve.